Të nderuar vëllezër dhe motra, njerëzit sot e kanë mbushur pa nga pak bëshllëkun shpirtëror si pasojë e agjërimit për hir të Krijuesit. Kemi munduar të na kthejnë vlerat shpirtërore dhe Ramazani absolutisht ka filluar të jap efektin e tij. Pra ne, agjëruesit nuk e humbëm këtë rast të vërtetshëm. U gëzuam me ardhin e Ramazanit. Ja hapëm zemrën dhe shpirtin atij. E pritëm atë me kënaqësi dhe me nderimet që i takonin këtij miku të veçantë dhe shpresojmë që Allahu të derdh mbi ne mëshirën e tij. Ramazani është si një pranverë për shpirtin e besimtarit, që ja mbush zemrën me mëshirë dhe mshuri, lirësi dhe dashuri. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Umetit tim i janë dhënë 5 gjëra në Ramazan që nuk janë dhënë asnjë umeti më parë. Era e gojës së agjëruesit është më e dashur për Allahun se aroma e miskut. Melekët lutem për faljen e mëkateve të agjëruesve. Allahu çdo ditë zbukuron xhenetin. Pengohen të gjithë kurthet e shejtanit dhe ata nuk mund të bëjnë atë që bënin më parë. Atyre u falen mëkatet natën e fundit." Pikërisht sot kemi hyrë në 10 ditëshin e 2 të muajit Ramazan. Lutë Allahun mëshirëplot të na ketë kapluar me mëshirën e tij në ditët që agjëruam. Pas startit që morëm me fillimin e Ramazanit, tani na mbetet që të mbajmë këtë ritëm, madje të vijojmë duke i shtuar ibadetet. Muaji Ramazanit është muaji i adhurimit dhe i afrimit te Allahu, i gjallërisë dhe i aktivitetit, dhe jo i neglizhencës dhe pasivitetit. Pejgamberi sallam thotë: "Kush e kalon muajin Ramazanit duke u falur gjatë natës, duke besuar dhe shpresuar vetëm te Allahu, do t'i falen mëkatet e mëhershme." Gjatë këtyre ditëve duhet të shtojmë leximin e Kuranit, i cili është shërim dhe zgjidhje e halleve e problemeve tona. Duhet t'i shtojmë lutjet drejtuar Zotit, sepse ato e mbrojnë besimtarin nga fatkeqësitë dhe sprovat. Islami jep rëndësi të madhe marrëdhënies ndërnjerëzore. Ai dëshiron të ndërtojë një njeri që sakrifikon të mirat materiale për të mirën e shoqërisë. Agjërimi ndikon në formimin e karakterit fisnik të individit. Nga urësita e agjërimit është që i pasur të ndjej urinë me të varfrin dhe të kuptojë vlerën e mirësive dhe pasurisë që janë dhënë. Në kohën tonë, pasurimi me çdo kusht, pavarësisht nga përzgjedhja e mjeteve, është bërë qëllim kryesor i jetës. Prandaj, është e nevojshme që jeta e njeriut të nështrohet ligjit moral dhe të zgjojë ndjenjen sociale tek njerëzit në mënyrë që të zbutet varfëria dhe uria. Agjërimi është mëshira e Allahut që e ka dhuruar robërve të vet. E gjithë jeta jon kalon në stacione të ndryshme, nga të cilat na karikojnë mendjen dhe shpirtin, përgjegjëse për mbarvajtjen e jetës sonë sociale. Jeta jon i përngjan një tërheqje të madhe, ku gjenden ushqime me ngjyra dhe shije të ndryshme, të kripta, të ëmbëlta, të tharta, madje ndonjëherë edhe gjëra që nuk na pëlqejnë. Megjithatë, ne vazhdojmë e qëndrojmë pranë kësaj tërheqje, derisa të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, të përfshirë nga mëshira, falja dhe shpëtimi i tij. Çdo kush prej nesh duhet të kuptojë se kemi të bëjmë me një Zot që është i mëshirshëm, falës dhe bujar. Ai është aty për të na dëgjuar, ndihmuar e suportuar në çdo hall e breng që ne kemi. Allahu na mundsoft të përjetojmë në mënyrën më të mirë e të marrim falën e tij në këto 10 net të dyta të Ramazanit. Allahu ja pranoft agjërimin, ibadetet dhe ju begatoft të gjithëve. Ramadan